Përshëndetje dhe mirë se erdhe tek Elvira për vitalitet dhe për ndritje. Sot do të flas veçmas për vitaminën B9 dhe B12 sepse janë të lidhura shumë me njëra tjetrën. Edhe pse për vitaminin B kam folur edhe kam shkruar në këndin e këshillave të mia dhe këtë link mund ta shofish këtu poshtë tek komentet. Aty mund të regjistrohesh edhe ti nëse nuk je regjistruar dhe mailat do të vinë automatikisht. Për vitaminin, aty kam shënuar për vitaminin B1, B3, B5, B7, B8. Mungesja e vitaminin B9 dhe B12 janë shumë të zakonshme, më e zakonshme se që e kemi ditur deri më tash. Për këtë arsye, mund t'ju them edhe se nëse ju mungon vitamini B9 apo B12 që nuk do të thotë se nuk ke edhe mungesë të vitaminit B1, B3 apo B5 apo B7, sepse këto janë të lidhura shumë me njëra tjetrën dhe punën që e bën B1-shi ndikon te punën që e bën B3-shi. Do të thonë te përpunimi i ushqimit, te përpunimi i yndyrnave, proteinave, karbohidrateve, te zora shëndosh, te floku i shëndosh, te sytë të shëndosha e deri te zhvillimi i rruzave të gjakut. Këtë rol e luan vitamini B9 dhe B12. Zhvillimin e qelizave, ADN-s, rruzave të bardha, të kuqe, dhe mungesa e këtij vitaminit, B9 dhe B12, zakonisht e shfaqet anemia, kur kemi mungesë të këtij vitaminit, lodhjet janë konstante, flajm shumë, se na duhet, dhe imuniteti është i dobët, vara nuk shërohet shpejt. Dhe kur e kemi imunitetin e dobët, rreziqet për sëmundje janë më të mëdha. Çfarë do sëmundje, s'ka lidhje. B12 është gjithashtu shumë i rëndësishëm edhe për sistemin nervor sepse e ushqen atë dhe i zhvillon dhe ndikon te zhvillimi i qelizave në tru. Për këtë arsye mungesa e vitaminit të këta njerëz që mungon ndikon edhe në sistemin nervor, bëjmë më shumë nervoz, ndoshta ka edhe dëmtime tjera. Edhe unë, siç ju kam rekomenduar edhe më herët, vitaminet i marr në formë të barishtave natyrore dhe duhet të keni shumë kujdes se ku i konsumoni këto. Nëse mjeku ju thot se keni mungesë të vitaminit B12, kjo nuk do të thotë se vetëm ta merrni B12-in, po t'i merrni të gjitha B-jat, sepse janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe kur kemi mungesë të B12-it, kjo mungesë mund të shfaqet shumë vonë, 10 deri 12 vjet ndoshta, përderisa të shohim në rezultate, sepse regjistrohet dhe rrohet në mëlçi dhe mëlçia e shfrytëzon këtë vitamin dal nga dal. Dhe kur të shpenzohet, atëherë jemi te niveli i anemisë. Kjo s'ka nevojë të ndodhë. Këto sëmundje s'kemi nevojë të kemi asnjëri sepse është shumë lehtë ti i zgjedhim. Në emailin që do të tregoj tash, kur të regjistrohesh do ta shofish edhe eksperjenca tjera tek të njerëzit që i kam rekomenduar vitamina që kanë pas rregullime, po që thjesht kanë dashur me mirëmbajt shëndetin. Edhe ty do të vjen ai email gjithashtu nëse të regjistrohesh. Çka do që të kesh, çfarë do pyetje që të kenë në lidhje me vitaminet, ushqyese, mineralet, eksemat, në lëkurë, në trup, të lutem më trego, s'ke nevojë të keni sepse zgjidhja është këtu. Edhe kam dëshirë që ndihmoj. Deri në herën e ardhshme, ju përshëndes dhe mirëmbëjtje. Tum tum.